Përshëndetje. Sa jeni i shqetësuar si qytetar për rritjen e sëmundjeve me kancer këtu në Kosovë, kohën e fundit? Shikon, njeriu duhet prej diçkafit të vdes. Këto janë sëmundje që organizmi ka, disa organizma i absorbojnë, disa nuk i absorbojnë, disa kanë probleme neuropsikiatrike, domethënë varet nga personi. Kështu që kjo është diçka globale, nuk është vetëm shqiptare. Apo mendon se po ndikon edhe ushqimi të tek ne që shumica e gjona ushqimore janë artificial? Krejt varet nga organizmi i njeriut, unë nuk jam mjek që ta përcaktoj tash ja bën mirë ky lloj ushqimi apo të bën dëm ai tjetri lloj ushqimi. Kjo varet nga organizmi i njeriut. Njeriu duhet të jetë sa më afër natyrës, të lëviz, edhe mund ta ndjej veten si kokë rremollës se egër në rrem. Po përpara ka qenë ushqimi bio. Nuk ka pas preparate gjatë spërkatjeve, gjatë prodhimit të ushqimeve, tash po bëhen ushqime artificiale me spërkatje, me preparate lloj-llojshme. Gjitha janë pjesë të natyrës, edhe ato që i quani ju pesticide ose preparate, i takoj natyrës, varet se çish i përdor. Domethënë nuk ndikojnë këto tek ushqimet. Po tisha mjek, do të thosha diçka edhe pse edhe mjek të gënjejnë. E kupton? Njeriu duhet të jetë zoti i vetvetes, ti kthehet natyrës, të jetë sa më afër natyrës, domethënë të lëviz, mos bëhet ndonjë dembel kështu si dembelat e Stambollit, dhe shëndeti pastaj ja unë jam fund në dekadën e 8, domethënë 71 vjeç jam dhe asnjëherë te mjeku s'kom qenë. E kupton? Domethënë merr shembullin tim, përcjell javë tjerëve dhe të tjerët kur dorëzohen normalisht si të dorëzohesh ti e pson. Iken. Duhet me luftu çdo sëmundje ti mos mi nejt sëmundje sërat apo diçka që më kanë sa më aktiv. Këtë po ta them. Që mos të Këtë po ta them, ja diagnoza ime për shembull ose terapia ime, mjekimi im kur zgjohesh mëngjes, pin 2 gota ujë të ngrohtë, jo të ftoft, kur mos e pi të ftoft as ditës, pije jashtë frigoriferit. Pastaj kjo është e mëngjesit. Në darkë para se të shkosh në gjumë, merr po ashtu 1 gotë ujë të ngrohtë, thërmënja 2-3 thelpi hudhra, e kupton? Përpi ashtu që të mos marr goja aromë, edhe janë rregull. Ja, kjo është. Antibiotiki është okay. Hudhra është antibiotik mbi antibiotikat. Përshëndetje. Gjithta. Sa jeni i shqetësuar si qytetar për sëmundjet me kancer tash kohën e fundit që po rriten në Kosovë? Ju si qytetar? Po me të kallëzu, unë s'jam i qetësuar shumë apanin. Se jem konzanat, unë funoj që aty rabat që pëse i ku patë të mështerit në shkollët të në këneta në kalësoshin që të më thonë kantheri do smunjat kanë marrë dhe në këni. Po ardhën që të ashtë që ajo këtë botën, jo veç të na. Ama o rrit një numër i madh, po shqetësime për shembull. Po, o rrit populli edhe rritet edhe numri. Apo mendon se po ndikon edhe ushqimi, edhe pija që po bëjmë në Kosovë për arsye që po shkaktohen këto sëmundje apo? Se ushqimi është i artificial. Kosova është një vend i mirë. Ajre në ka të mirë, si pas qytetit, apo një që shëra, mirë. Duhet me ru pak vetën, dikur s'peru vetën, duhet me ru vetën. Se që në sanë vjen prej hez. A i sani varët piqkoj të... A ka kancer të ajo, a i kush e kam jenë dhe kush a e dino, qërtu. E që të në s'peru me që pasin, pa s'mo njeri nuk bënë. A duhet me pas kontrola më të mdoja si në ushqim, si në çdo sanë me pas shtimin e inspektorëve këtu? Se që në sanë duhet me pas kontrola. Se që pa marrë parëgjit që në sanë. Jo që për shnete duhet edhe ma shumë me pas, se shnete është e vlerë pra, kur së mund s'ka qatë virat jeta. Njeri së mund që mund me po, kur gjë. Ajrë, ju punone, gjanone, shkone shjetita, në këne. Jeta që është.